lexoj surën 40 në Kur'an. Ka mela që bojnë istikfar, o Zot, mos i shtin xhenem. Çto? Ama Allah i më dhon vendim. Sa dush për shembull, ka përmendë Ibn Abi Dunya kur e morin robin për me çtije në xhenem. Qoftë kafir, qoftë kriminal, qoftë zullumçar, qoftë mëkatar. E këshir robi me laçën. E kanë. Mëshirom. Allah ta la yasun Allah ma amara. Ato nuk i bën gjuna Allahut, ai thotë çojën zjarr. Keni pa për shembull kur i morin njerëzit tash. Kur i morën ka ardhur vendim penal, ky i vogli mjeti apo e kryen punën, ushtari, ai i cili e lidh njerin. Ti thu, thotë se di unë. Unë nuk e di. Allahu që ka me laçë dhe zërë. Ti sa dush me përgjeruasi, me kajt, nuk shlon. Pse? Sa Allah ka pru vendim. A dhe lidhë me atë madhin. Lidhë me të madhin, subhanahu wa ta'ala.